Te studimi na ka dalë që janë largu shumë edhe familje me fëmijë. Në Puk, për shembull, ka 40% familje. Në fshat ka më shumë. Po ashtu kemi vurë lëvizjen e madhe të rinisë. Edhe na ka dalë një rezultat, për shembull, kush janë largu më shumë? Janë largu më shumë djem apo vajza? Na ka rezultuar se mbi 70% janë djem të ri dhe rreth 50% janë vajza. Pra na ka zerë një pasqyrë, një panoramë të frikshme, të dhimbshme mbi ata që punon në rrethin e Pukës në përgjithësi. Normalisht kjo është një studim për efekt të mbarvajtjes punës, por edhe të asaj që dim se ku jemi dhe çfarë masash duhet me marrë ne si institucion, por edhe si qytetar. Nëse do të bazohemi te censusi i vitit 2023, rrethi i Pukës ka rreth 11.100 banor. Më parë ka pas më shumë i 2011-s, por ajo që unë mund të them se është e frikshme, të numri i banorëve i vitit 2023, nëse do të krahasohet me atë të vitit 1930-s, në vitin 1930 rrethi i Pukë ka pas 14.400 banorë afërsisht. Pra, ne momentalisht, kjo është i dhënë jo vetëm musliman, por për gjithë kjo që përmend unë, por kjo tregon që ne jemi më pak se kemi qenë në vitin 1930.